Vlora gati për dekorin e fundvitit, ndërsa pritet që shumë shpejt ky dekor të vihet në gjitha akset rrugore të qytetit të Vlorës, por edhe në sheshet kryesore të tij. Ndërkohë pema tradicionale e festës së fundvitit është vendosur këtë vit në ndryshim nga vitet e kaluara në sheshin pranë tre racave në qytetin Pregëtar. Në 2 vitet e shkuara ishte vendosur fillimisht në zonën e qendrës historike dhe më pas në sheshin e Muzeut Pavarësia, ndërsa këtë vit është vendosur të ofrohet në një ambient krejt ndryshe, pikërisht në sheshin pranë tre racave së përballë teatrit Petro Marko të qytetit të Vlorës. Kjo dhe për t'i dhënë mundësi qytetarëve që natën e ndërimit të viteve jenë sa më të shumë në numër për të festuar së bashku ardhjen e vitit 2026. Vlora është gati të vishet me petkun e festave të fundvitit. Atmosfera festive ka filluar të ndjehet në çdo cep të qytetit, ndërsa përgatitjet për dekorin dhe ndriçimin janë drejt përfundimit. Këtë vit pema tradicionale e festave do të vendoset në sheshin Tri Racat, një zgjedhje që synon të sjellë më afër komunitetin dhe të krijojë një hapësirë të madhe festive për banorë dhe turistë. Në 2 vitet e mëparshme pema ishte vendosur pranë qendrës historike dhe pranë Muzeut të Pavarësisë, por këtë vit autoritetet vendore kanë vendosur ta zhvendosin për të sjellë njërisi dhe për të gjallëruar një tjetër pjesë të qytetit. Pema, e cila është 13 metra e lartë, pritet të jetë një nga atraksionet kryesor të këtij sezoni dimëror, me dekorin e saj të pasur që do të krijojë një atmosferë të ngrohtë dhe plot ngjyra. Krahas pemës në shesh do të vendoset dhe këndi Christmas Market, ku qytetarët do të kenë mundësi të shijojnë produkte artizanale, ushqime tradicionale, festive dhe aktivitete për fëmijë. Ndërkohë në akset kryesore dhe në sheshet kryqëzuese të Vlorës ka nisur tashmë vendosja e dekorimeve të ndryshme, drita shumë ngjyrshe, ornamente, zbukurime dhe instalacione artistike që pritet të sjellin një atmosferë magjike. Ndriçimi i pemës së madhe do të bëhet më 9 dhjetor, një moment që pritet të shoqërohet me aktivitete festive, muzikë dhe pjesëmarrjen e shumë qytetarëve. Me nisjen e dekorimeve dhe organizimin e aktiviteteve të fundvitit, Vlora po përgatitet të mirëpres një sezon të mbushur me gëzim dhe atmosferë të veçantë, duke u shndruar në një destinacion të dashur për vizitorët gjatë këtyre ditëve të festave.